Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndrimet të nësi takojnë me Allah subhanahu wa taala, së ati përgjërom që ta lavdërej dhe të bekojë të unë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të vazhgjellëm. Të nduar vëllezër, në rrugtimet fetare të njerëzit në këtë jetë, ekziston një lloj mjegulle që është shumë e rëndësishme e kuptu për me mujt me e kapërcyer një lloj krize. Saktësisht shpesh ne përcaktohemi në bazë të motivimit, jo në bazë të formimit. Edhe motivimi është sen i mirë, është i pashmangshëm, po motivimi është diçka që bie. Edhe është diçka që shuhet, është diçka që thjesht është periudhë dhe pastaj kalon. Ndërkaq formimi që ti e merr në sajt të disa domethënieve, ose formimi që ti e merr në sajt të një dije, ose formimi që e merr në sajt të një kulture, ose në sajt të një familiarizimi me disa vlera e kështu me radhë, formimi është ai që përcakton domethënë atë qëndrueshmërinë tonë më të madhe në një vlerë të caktuar me lenin Allah subhanahu wa taala. Ndaj duhet me pas konsiderat një diçka, e që është thelbi i kësaj ligjëratës. Formimi nuk është rastësi. Domethënë, një njeri formum, një njeri i cili është i formuar mirë me disa domethënie, ose një njeri i cili është i formuar mirë me disa koncepte. Kjo nuk është ndonjë rastësi që nuk i jap mi shpjegim dot se si ka ndodhur. Formimi ka ndodhur në sajt të rregullave. Domethënë, ki ndjek rregulla, i ki përvecu disa rregulla, i ki kuptu mirë disa rregulla, ose e ki kuptu mirë si funksionojnë disa rregulla, edhe duke u ndërtu ti me rregulla, ti e formu. Domethënë, ti e kini strukturë, e cila strukturë, domethënë, është e lidhur me parime, me principe, me rregulla, dhe këto në tërësi e përbëjnë formimin tanë, e pastaj ky formim me këto rregulla paraqet pastaj mendësinë tënde, mentalitetin tënd, edhe çështjen tënde ndaj gjërave edhe ndaj koncepteve. Ndaj është më rëndësishme kuptu që në vëllezër që me rregulla dhe me mentalitet, me rregulla dhe me mendësi kemi jetë gjatësi dhe syçelsi. Domthon, edhe rrit gjatë një formim, por edhe është shumë syçel çka ja vlen, edhe pse ja vlen edhe çka duhet me bë domethënë në jetë. Vlen Allah subhanahu wa taala, sonte kena me marrë një ajet i cili ka dy postulatet e veprës mirë, domthon dy rregullat bazë veprës mirë. Domthon, nëse do më konë i fortë në vepër të mirë, nëse do më konë në botën e sevapit njëri që nuk ndërpren, njëri që nuk bie, nëse do më konë të bota e shpërblimeve, të bota të ngjarja e kërkimit të shpërblimeve të Allah subhanahu wa taala, me qenë gjithherë i pashmangshëm edhe gjithherë domthon i pandashëm, duan dy rregulla që i ka domthon çykajat. Thot Allah subhanahu wa aqimus salata wa atuz zakat. Ju falë namazin edhe jepni zakatin. Apo janë dy veprat më të mëdha të Allahut. Pastaj vën çdo dy postulatet. Thot wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Çfarë do lloj vepre që ju e paraqitni, çfarë do lloj vepre që ju e parashtroni para Allahut, atë keni me gjetë tek Allahu. Çfarë do lloj vepre që ju e bani, e parashtroni, e paraqitni, e ofroni për tek Allahu, atë do ta gjeni tek Allahu subhanahu wa taala. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Me të vërtet Allahu e sheh çka bani ju. Me të vërtet Allahu e sheh veprën e juaj. Ngjajshëm Allahu në një vend tjetër thotë kështu, thotë: "Wa aqimus salata wa atuz zakat." Fal namazin edhe jepni zakatin. "Wa aqridu Allaha qardan hasana." Edhe jepni Allahut borxh të mirë, do të thonë jepni sadaka. "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah." Çdo lloj vepër të mirë që ju e parashtroni për tek Allahu dhe këtë e bëni për veten tuaj, dhe këtë e bëni për veten tuaj, do ta gjeni tek Allahu. Dhe thot huwa khairan wa a'zama ajra, dhe kjo padyshim është më e mirë edhe më e shpërmbyeshme tek Allahu subhanahu wa taala. Ku janë këto, domethënë, dy këshillat ose këto dy shtyllat ose këto dy parimet që e përcaktojnë mentalitetin tanë të veprës mirë? Kisha pas dëshirë në këtë varg ligjëratash që ne realisht e kemi filluar para Ramazanit, mirë po në këtë vargun që i përket Ramazanit, kisha pas dëshirë domethënë që kjo me namit. Nëse edhe këtë tjera, domethënë, kushtimisht thon i relativizojmë, çdo dy rregulla me lenin Allah subhanahu wa taala mi spikat, bile isha kon shumë i lumtur nëse dikush thot pikëti Ramazanit kum do me çdo dy rregulla. Domethënë, nëse për dikë bëhet historike, ky Ramazan bëhet historik që ka dhënë çdo dy rregulla, me lenin Allah subhanahu wa taala, ky njeri nuk dështon, edhe nëse nuk shihemi 30 vjet. Çfarë thot Allah azza wa jall? E para, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Çfarë do lloj vepre që e parashtroni, që e bëni, që e paraqisni për veten tuaj tek Allahu, do ta gjeni tek Allahu subhanahu wa taala. Domthonë, e para që sonte është pjesë e ligjëratës si rregull, që kjo pjesa wa ma tuqaddimu, çka e parashtroni, çka e paraqitni, çka e bëni më herët,
që e bëni domthon për Allahun subhanahu wa taala, edhe e dyta li anfusikum, ata që e bëni për vete. Ato që e bëni, domethënë për vete. Është shumë thelbësore për me ndru kursin e fetarisë me pas të dyja. Parashtron diçka për tek Allahu edhe e bën domethënë për vete. Po do më nalën te para që me pas temën më të qartë. Allahu nuk po thot në këtë ajet çfarë do lloj vepre të mirë që e bani. Ka shumë më thon. Mundot jashtë Kuranit më thonën veprat e mira që i bëni, nuk e përdor folën bëj, nuk e përdor folën veproj, nuk e përdor folën adhuroj, po e përdor folën tuqaddimu, me e qit diçka përpara. Me e qit diçka përpara. Do të thonë, që kjo folje në gjuhën arabe që e ka bazën e lëndës, harfin qaf, dal edhe mim, në gjuhën arabe përdoret për diçka që vjen përpara diçkaje. Diçka që vjen përpara diçkaje. Do të thonë, dikush është përpara dikujt, përdoret kjo folje. Dikush për shembull, fjala bie, ka më shku me një vend me udhthu. Edhe para se me shku te ai vend, fjala bie për shembull i dërgon të hollat që i duhen. Udhtimin ka më pas pas 2 javë, mirë po 2 javë përpara i çon lekët që i duan atje. Që këtu përdoret fjala, domethënë që është në këtë ajet, wa ma tuqaddimu, ato që ju i çoni përpara. Domethënë ato që i çoni ju përpara te Allahu para se mu taku me Allahun. A pe kuptoni filozofien? Domethënë Allah subhanahu wa taala ka shumë më thon ato çka i bani, ato çka i veproni, ato çka ju adhuroni Allahun, jo ka thon ato që i çoni te Allahu para se me taku Allahun. Që Allahu do më na mbjell si kulturë që kur të bësh vepra të mira, ta kish konsiderat që je tu bë gati për çat takim. A është që vepra e mirë nuk ka se ti je i mirë. Vepra e mirë nuk ka se ti s'kish ka më bë. Vepra e mirë nuk ka se çështu je familiarizuar me senet e mira. Vepra e mirë nuk ka vetë ty të ka për çefi, domethënë vepra mirë. Jo, vepra e mirë ose ti të çu veprën e mirë për me gjet kush është tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë ajeti pastaj përfundon, "O ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah." Shka bani për vete, pi punëve të mira dhe i çoni te Allahu, keni mi gjet kur shkoni te Allahu. Keni mi gjet kur shkoni tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe në Kur'an ndërlëzër Allahu shumë e përdor këtë folje. Kur'an shumë e përdor këtë folje. Për shembull thot Allah subhanahu, "Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar." Do të ditë njerit i tregohet çka ka ofru edhe çka ka me të pa ofru. Nuk thuhet çka ka punu dhe çka nuk ka punu. Domthon çka ka ofru që i bie domthon ka mbrit Allahu edhe çka e kalon anësh edhe ka anashkalu. Ose thot Allah azza wa jall, "Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Do të ne i ngjallim të vdekurit edhe i shkruajm çka kanë bë taqdim, çka e kanë parashtruar, domthon veprat të cilat i kanë pru përpara se më ardhën te na. Sepse kjo është koncepti i veprës, domthon je gjallë që dush me punu diçka. Je gjallë dhe dush me bë diçka. Domthon vdekja nuk është koncepti i veprës. Vdekja është koncept i gjetjes së asaj që ti i ke bë duke qenë, domethënë gjallë. Ose në ajete të tjera thot Allah subhanahu wa naqulu dhuqu adhab al-hariq. I thuhet banorëve të xhenemit, përjetoni edhe shijoni ju dënimin e zjarrit, dënimin e flakërimit. Thot dhalika bima qaddamat aydikum. Kjo është ka kanë ofruar durët e juve. Ju pi përpara e keni bë gati çiket. Pi përpara e keni bë gati çiket xhenem me mëkatet e juaj, me kufrin e juaj, me fiskun e juaj. Thot Allah azza wa jall, "Fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim." Si ka më kon gjendja tyne kur t'ju vjen një sprov e cila është ajo është rrjedhimi i asaj që ata kanë bë dhe kanë parashtruar me punët e tyne. Mund të vjen një goditje, të vjen një çeder, të vjen një situatë e keqe, në parim ti dush me minutë që ti ja ke bëj zmetin kësaj pune. Në parim ti ja ke bëj zmetin më herët, domethënë që sa gjendje, ose tregon Allah subhanahu wa taala në gjendje të njerëzve të cilët nuk reflektojnë për këtë me këtë, domethënë thot Allah subhanahu wa idha adhaqna an-nas rahmatan farihu biha. Kur ne t'ju japim njerëzve një rahmet, ata gëzohen. Allahu na çoj mëshirë, Allahu na çoj begati, Allahu na çoj të mira. Po thot wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idha hum yaqnatun. Thot ndërkaq kur ti vën një sprov e cila realisht është për atë që ata e kanë bë më herët. Është realisht për ata që e kanë parashtruar më herët. Është përdorur një ta folje, thot ata thot bën të pashtres. Ose kur flet Allah subhanahu wa taala i porosit robërit mu përgatit për ditën e gjykimit, pikërisht i përgatit edhe i porosit me menu me këtë çastin që sot jena për mu bë gati për nesër. Thot Allah te barekuhu teala, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." O ju që keni besu,
O ju që keni besu, jeni devotshëm te Allah dhe këshyeni çka keni qit para se me ardh dita e nesërme. Mon çka keni bogati për nesër, na zakonisht këtë ajet e përthemi këshyeni çka bogati për nesër. Por po çka përgatitja e nesërme është një diçka që ti pi përpara e le për tutje. Për shembull ti bëhesh gati për dimër, po zakonisht bëhesh një stin më herët, ose edhe në rastin më të mirë ndoshta edhe 2 stina më herët. Kjo që ti e doni diçka, apo e merr një sasi të ushqimit, i merr një sasi të pasurisë, edhe e le, apo e don anës. Kjo e shaki do anës o pikërisht kjo folje. Për shka e kilon çtu pasuri dhe çtu zahire dhe çtu ushqime i kumblon për ndimër. Që kjo që e kilon për dimër, është përgatitja jote më e hershme për diçka që ka marrë tutje. Allahu te barekuhu teala pikërisht e ka përdorur çka këtë folje. Sigurisht e keni edhe në rastin e thymjes më të madhe që ndodh ditën e gjykimit, ku njerëzit e shohin xhehenemin edhe robi thot yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Edhe thot ai mirë për mua, thot pastaj ky i cili është në xhehenem thot mirë për mua, më kon kisha qit diçka më herët për çka jetën time. Domethënë kisha parashtruar doni vepër, ta kisha paraqit, ti isha bë gati me diçka, domethënë për çka ditë, domethënë të ditës së gjykimit. Për arsye, nëse njeriu formohet mirë, ndër vëllezër, e merr rregull të mirë që ta njetë, që shka të bajsh jetë e bë gati të nesërmën. Shka të veprosh jetë e bë gati të nesërmën. Me lenë Allah subhanahu wa taala qasja jote ndaj veprës është tjetër. Nuk i qasje modeste ndaj veprës. Thjesht veç të kom pak fetari, ose thjesht veç të kry ndaj farz, ose thjesht veç mos shkoj te vija ku diskutohet Islami jam, ose mos shkoj vend te vija ku diskutohet xhehenemi. Realisht menon me çka filozofi. Filozofinë e çkajt jam të bë gati për nesër. Jam të bë gati për nesër. Ka sy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sikur se shënim Tabarani, shërojnë që thotë hadithi është Hasan për Burerës, thotë an Rasulullah sallallahu alajhi wasallam marra bi qabrin. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kaloi ka një varr. Ky varr o koni sahabi, apo o koni njëri prej besimtarëve. Na mu me menu varrin ton, se cili pineve me menu varrin e vet. Edhe thotë men sahibu hadha al-qabr. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush është i varrosur këtu? Edhe i thonë sahabët faqalu fulan. On filani është i varrosur këtu. Çaj filani amoni e ti. Se s'ka këtu doni ndryshim të ligjit fizik të Allah subhanahu wa taala. Edhe pastaj thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Veç 2 rekate mi pas kjo mundësi mi falën, është më e dashur për të se kiç kjo dynjaja juve. Në dynjaja juve, domthon kiç ka dynjaja jote, dynjaja e tjetrit. Domthon krejt çka ka dynjaja, më e dashur për të veç 2 rekate më shumë mi falën. Vetëm 2 rekate me mund të fal. Çish mundesh me hitin në xhami për shembull, ose çish mundesh me shku në shtëpi, ose çish mundesh me nejt në një ambient ku ki kohë për shembull për mi fal 2 rekate, edhe me pas një si zelli, një si vullneti për mi fal 2 rekate, vetë se dush me pas çket logjik. Vetë se dush me pas çket çasje. Vetë se dush me menuar se një ditë, domethënë kimë gjet çka kimo. Kimë gjet, domethënë veprën e mirë. Sigurisht është një hadith ndoshta me kët po e përmbylli çket pjesën e parë të postulatit të parë. Është një hadith që e përmbledh këtë filozofinë, shka i bë me menu që jetë të çu diçka pi përpara për të veni ku kimë shku. Jetë të ketë dërgu zahiren tonë, përgatitjen tënde, furnizimin tënd më herët se sa kimë mrrin. Është një hadith që shënon Imam Tirmidhiu dhe vetë Imam Tirmidhiu thotë që hadithi është sahih, për Aishës radhiyallahu anha se një herë e pas kanë thërr një dele për me domthonë për mesh edhe për gosti edhe për haje. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk qëllon në shtëpi, edhe kur kthehet i thot Aishës radhiyallahu anha, i thot çka ka mbet prej delës. Edhe Aisha radhiyallahu anha thot ja Rasulullah, nuk ka mbet kurrgjë përveç shpatullës. Nuk ka mbet kurrgjë përveç shpatullës. Mund tjetër ne kena shpërnda. Kjo kon domethënë mendësia e shtëpisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë baqiya kulluha ghayra katifiha. Pas ka mbet krejt përveç shpatullës. Mund që kjo na ka mbet shpatulla, realisht kjo nuk na ka mbet, se këtë e hajmë dhe harxojmë dhe konsumojmë. Kush na ka mbet? Na ka mbet që është e kena çu në ahiret, që është e kena çu për xhenet, që është e kena çu për shpërblimet e ahiretit. Aisha ka thonë ja Rasulullah s'ka mbet kur gjopi mishit, këti kena shpëndo, ka mbet veç shpatulla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë krejt pas ka mbet veç shpatulla pas ka mbet. Se mas prom ti shpatullën kena me konsumu, edhe vazhdon jeta sërish, mirë po shpërblimi është ajo që ka mbet tek Allah subhanahu wa taala. Postulati i dytë është pikërisht në çka ajetin e njëjtë. Çfarë thot Allah azza wa jall? Thot wa ma tuqaddimu li anfusikum. Çka e bani për veten e ju. Mund ti dush me menu çështu fetarin, për vetë e ki. Mund vetës jetë ja bo. Mund vetës jetë ja lavru arën. Do thonë në godinën tënde jetë ndërtu, nuk jetë bot çetër kujt. Mund nëse nuk menon me çket logjik. Non stop ka muhabete që dikush tjetër i ka fajt,
rrethonat i kanë fajet, nuk e di pse domethënë demotivohem, pse plogështohem kështu. Jo, thjesht veç duhesh me menu që jetë e bën një projekt për veten tonë. Domethënë jetë të ndreq pallatet e tua në xhenet, jetë të ndreq katët e tua në xhenet, jetë duke arrit suksesin tanë në xhenetin Allah subhanahu wa taala. Thjesht është ngjarja jote. Allah azza wa jall në shumë herë në Kur'an na e përmend gjë të tillë dhe unë kisha pas dëshirë domethënë po e përsëris mund çka më të met për Ramazanit. Je lodh, je fal, ke lexuar shumë Kur'an, e ke fituar kulturën e namazit natës, për vetë ki mos promti. Thjesht është e jotja. Domethënë thjesht është e jotja në varrin tan kur ti për vetë e ki. Thot Allah te baraka ve taala men amila salihan fali nafsi. Kush bën punë të mira për vetë ka. Kush bën punë të mira për vetë ka. Madje e ki për vetë edhe kur nuk të shkon menja që e ki për vetë. Për shembull ata 3 veta që kanë në shpellë. A ka njëri që ka bë punën e mirë me prindrit e vet? A ka një tjetri që ka bë punën e mirë me punëtorin e vet? A ka një treti që ka bë punën e mirë me atë motrën e ndershme që s'ka dashur m'ia prek nderin? Kështu me këshyr është favor ndaj tjetrit. Është favor ndaj tjetrit. Ku ne ju ka qel shpella? Ju ka qel këtyne, jo aty në treve. Ky për vetë e ka bë, ky kur u konën që ka bë çat mirësi ndaj prindve. Kur e ka bë çat punë të mirë ndaj asaj motrës së ndershme. Edhe kur e ka bë çat ndershmëri në raport me punëtorin e vet. Ky për vetë e ka pas. Ky pa ani pse domethënë ky ka shpenzu pasuri, ky është lodh e kështu me radhë. Realisht e ka pas domethënë për vetë kur asyje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith që shënon Muhamedi ibn Muslimi pe Abu Malik al-Ash'ari, thot kullu nasi yaghdu fa bayu nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Thot secili njeri ka dal pi shtëpie, secili njeri dal po një punë. Secili njeri është në kërkim të një diçkaje. O ka me ble veten, o ka me shit, o ki me ble lirin tënde, edhe mu liru prej skllavërisë së zjarrit të xhenemit, o ki me çu veten domethënë në shkatrim. Ndaj Allah te baraka taala ndërlëzër në Kur'an që këtë konceptin që mos me harru veten, ne ka theksu shumë, me po ne ka lidh me vëmendjen tek Allah te baraka taala. Sikur se thot Allah azza wa jall, "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum." Mos u bani si ata që kanë harru Allahun dhe Allahu i ka bën ata me harru vetveten. Po, se ti kur je larg Allahut, kur nuk i du bë gati për ahiret, ti e ke harru veten. Domthon ti nuk e ke më prioritet veten. Ti nuk e ke domthon mu bë gati për venin tan të amshimit. Rasë njëri i cili harron Allahun, cila është rrjedha e pashmangshme, që ai harron pastaj vetveten, edhe nuk bëhet gati domethënë për takimin me Allahun subhanallahu teala dhe për shpëtimin e amshimit. Kështu që me morën si rregull përgjithshëm të jetës, çka të bësh punë të mira për vetë e ki. Po edhe këtë çka të bësh e ki për vetë. Madje edhe përcaktimet e tua menhexhore dhe të akidës. Domthon edhe botkuptimet e tua të se si e kupton fejen, edhe botkuptimet e tua që kanë të bëjnë me udhëzimin, edhe përcaktimet e tua menhexhore, nuk janë mohabet me ran në ndikimin e trendit ose me ran në ndikimin e një zhurmës ose me ran në ndikimin e një diçkaje. Thjesht për vetë e ki. Domthon ti beson se çka është udhë drejt ndjekë. Për vetë e ki, nuk do me bë, është prapë për vetë e ki, mirë po, secili në përcaktimet e veta ka me gjetë atë çka, domethënë e meriton ditën e gjykimit, thot Allah subhana, qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara fali nafsi, wa man 'amiya fa 'alayha. Thot ju kanë ardhur shpjegimet pi Allahut, ju kanë ardhur argumentet pi Allahut. Kush do mi pa për vetë e ka? Kush do mu bëj verbër prapë për vetë e ka? Do me ndjek udhëzimin për vetë e ki. Do mu treguaj pa vëmendshëm i pa interesuar, prapë domethënë është domethënë problem për vetë. Kështu që madje edhe teski ndonjëherë që ka të bëjë me pasu zemrën për smundjeve të zemrës, edhe këtë e ki për vetë. Ani pse ndoshta temat kryesisht të teskis janë për mos mi bë dëm tjetrit. Për shembull, na trajtojmë në teski për shembull hasedin, thu po pasoj zemrën që mos i bëj dëm muslimanëve, ose me trajtu inatin, ose me trajtue me ndjemallsinë, kështu radhë që mos bëna njëri domethënë zullumçon në raport me tjerë. Edhe nëse ti e sheh që zemrën e të pastru për mos mi bë dëm tjerë, realisht prapë për vetë e ki. Thot Allah te baraka ve taala, "O men tazakka fa inma yatazakka li nafsi." Kush ban teski e ka bë për veti. Kush e pastron zemrën e ka bë për veti, mos pronti, është domthon zemra jote me cilën do hankim dorë për Allah subhanahu wa taala, madje edhe mirënjohjen që e ban Allah subhanahu wa taala, pastaj mirënjohjen që e ban për të tjerët, ose thjesht koncepti mirënjohjes, nuk ka që ti t'ia kthy me favor dikujt. Thot Allah te baraka taala, "Wa man shakara fa inma yashkuru li nafsi." Kush tregon falëndërues e ka për veti. Edhe ky që di mu kallzu falëndërues, di mu kallzu mirënjohës, edhe ky e ka për veti. Imagjinoni me bë mu rrit, me bë mu formu, mu bë mu brumos, mu bë domthon mu ndërtu individi, shoqënia, familja me çet koncept. Ban mirë se e ki për veti. Ndreqe zemrën tonë se ki për veti. Miro me veten tonë se kjo prioriteti jot.
Banu gati për ahiretin tanë edhe prashit e arën tonë të ahiretit, domethënë se për vete ki. Imagjino domethënë sa na kish mi dal prej, domethënë pi vëmendjes së kohë tek të tjerët, edhe pi përplasje edhe pi shtymës. Për shembull dikush mundet me muhabit fjalabia, për shembull e gjon se si fjalabia dikush pi dietarëve ose dikush pi davetxhive, se si ndoshta i bën lloj kurthi, lloj llafi kështu radh, edhe ajo shumë i relaksuar. Po fundja ky e ka davetin për vetin, nuk e ka për ata të tjerë. Domethënë e pranojnë ata se pranojnë, janë të relaksuar, nuk janë të relaksuar, e pranojnë domethënë kontributin e tij nuk e ka për atë. E ka për Allahun subhanuhu teala, kështu që s'është domethënë e rëndësishme kush ka thotë edhe kush ka thotë. Edhe kush ka vepron edhe kush çfarë deklaron. Fundja, domethënë për veti e ki. Domethënë ti bën davet e ki për veti, ti mirësh me elem e ki për veti. Ti vjen apo me xhlisë e ki për veti. Po ti duhet më interpretu diku tjetër, e ki çastin e kot. S'ki nevojë më të interpretu kurkujt. Ti e ki për veti, vjen me mësu e ki për veti. E merr një çastë të saktë, prapë e ki për veti. Do me ndjek një rrugë drejt. Sërish është e jotja, nuk është ngjarja autoktone e jotja, nuk është e dikujt tjetër. Është e joti, kurse Allah te barek taala ne na edukon kësaj në Kur'an. Thot in ahsantum li anfusikum, nëse bani mirë, jeni ti bë mirë vetes. Banu njerëz mirë, jeni bë mas pari për veten, domthon kur kush si ja sheh hajrin, mirëbërjes tënde sa ja shet ti domthonë vetvetes. Madje ndër vëllezër, Allah te barek taala na edukon që edhe ti kur harxhohesh, edhe harxhohesh për tjetrin, jo për vete, prapë ti bë mirë vetvetes. Prapë ki për vete, thot Allah te barekuhu teala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum", shka ti jepni një të dhon për vete. Realisht kanë shumë të mushën njerëzit, realisht kanë shumë me më u he gajlet njerëzve, realisht kanë shumë më kry shumë punë tjerëve për vete ki bani pse dobia ka shku domethënë tek të tjerët. Për arsye selefi ndër vëllezër është transmetuar që janë kanën ai çka ka dhon, më shumë e ka falendëruar çka ka pranuar se sa ai çka ka pranuar për atë çka ka dhon. Çast ja ka ditë për ner që u gjet mundësia me dhon dikun. Çast që ka pa vetën të begatuar se për vetë jam të bë. Mas më të jam të bë ti më thon faleminderit. Mas më nuk jam të bë për të më kon ti mirënjohës. Nuk jam të bë ti me pa bujarinë time edhe me pa për kushtimin tim. Thjesht jam të bë për vetë. Elhamdullah që e gjeta dikun kur më mujt, domethënë me bë çat mirë. E aq më tepër ndonëse më mujt me sforcu çka domethënia. A mund ndërprej ai davet se njerëzit nuk janë tu tregu mirënjohës. Nëse je të bë për Allahun subhanallahu teala, s'ki shanalesh. Nëse të bëni hajër, s'ki shanale, se Allah azza wa jalla e di, për vetë jetë po. Mirë po, domethënë njerëzit zgënjehen, jenë në një shoqëri mos mirënjohëse, s'din me ta kthy të mirën me të mirë, ku diun çka. Fundi ti si të bë për ata. La nuridu minkum jazaan wala shukura, pi juve s'dojmë as falënderim, as problem as kurrë hiç, thjesht për vetë e kena. E bëjmë një punë të mirë, e kena për vete për me gjetë tek Allah subhanahu wa taala. Madje, domethënë e ki për veti edhe kur absolutisht ti beson bindshëm që favori është për tjetër kan. Absolut. Në situata ku mendon që këtë favori për tjetër kam, prapë e ki për vete. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "O man satara musliman, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah." Kush janë mbulon i marrë muslimanit, Allah janë mbulon ditën e gjykimit. Domthon Allahu ty të mblon. Domthon ti e mblon e shet dikam të e bëni diçka. Allahu në dynjën ahiret mblon. Ti vetën e ke mblu. Kur e ke mblu tjetër kan ti vetën e ke mblu. Për vete e ke pas. Ose ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur që shënon Imam Buhariu, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Kush këshyr mja kryen një nevojë, një kërkesë, një hall, vllajt vet, Allah ja kryen aty një nevojë, një kërkesë. Don ti vetes i ke kry punë kur i kry çetër kujt. Ose në hadithin tjetër që shënon Muslimi, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah." Thon kush ja hek një gajle, një muslimanin në dynjë, pi gajle të dynjës, Allahu ja hek atij një gajle pi gajle të ditës së gjykimit. Domthon ti ja hek gajlen dikujt dynjës, ja ke hek vetvetes domthonë për gjaleve të ahiretit. Kështu që më mor si rregull tjetës, men amila salihan fali nafsi. Kush bën punë të mira e ka bë për veti. Mirë po, e ke bë për veti, ama duhet me bë mu bogati për çat ditë. Kështu që çdo janë dy rregullat nëse do kurr në jetë mos me të ra kultura e veprës. E para mu bogati, më herë do të mu bogati se s'ka ardhur dimri, se s'ka ardhur vdekja, se s'ka ardhur ngjallja, edhe dyta gjithherë më koni fokusuar që jetë të bë për vetën tënde, me shpëtu prej dënimit të Allah subhanahu wa taala dhe me fitu shpërblimin Allah subhanahu wa taala. Elos Allah azza wa jalla me na dhon bot kuptime dhe rregulla të cilat na mojnë të fuqishëm në rrugën e tij. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.